thjesht e shef si revizionizëm, sikur Rama ka shku më djathtas, pra nuk është aq majtë sa çdo zoti Qorri. Ai ka frekuencën e vet politike, është normale. Çështja është tek raporti që duhet ndërtoj opozita sot përballë publikut. A është opozita, kjo opozitë, a mund të bëhet ky forum që opozita të kthehet instrument në duart e qytetarëve që të rrozohet qeveria? Këtë pyetje ata si kthen përgjigje dot. Si kthen dot sepse ka munguar një komunikim tash përveç pikave që zoti Berisha i premtoi dhe nuk i mbajti, ka munguar nga 11 maj këtej një analizë e thellë. Kjo është e vërtetë. Ti ke filluar të bësh foltore sepse filloi të bëhet Salinjani takime. Ju përgjigj Saljanit. Ju përgjigj Saljanit me foltoret. Plus që foltoret janë për të ngritur ca problematika, po nuk e bën analizën 11 majit. Ç'është? Fjalimi i Berishës është analiza 11 majit. Po ata njerëzit atje që janë në terren nuk kanë drejt me fol ata, nuk kanë drejt me i thënë gjërat, çka kanë bërë, ç'ka kanë bërë, ç'a duhet me thënë? Pra, ç'është kjo analizë show se në media ne e dim Berisha e zotron median. Po ata të cilët atje janë mësuar me formën njëri tjetrin dhe nuk e njohin gjuhën e medias, do t'i vesh në këtë vështirësi, shumica atyre nuk ngrihen sepse nuk duan të dalin në televizor, nuk duan të identifikohen duke duan që problemin e partisë ta zgjidhin në pa kamera. Pa kamera. Kjo nuk ndodh. Pra çfarë show? Ai nuk është analizë, është një foltore. Po prapa, domethënë pra ty të ka munguar një analizë thellë. Dhe nëse qytetarët nuk shikojnë ty që ti nuk pranon gabimet e tua, se është normale, më qytetarët duan të kërkosh ndjesën atyre, ti drejtohesh atyre, më ku ke gabuar. Ku ke gabuar? Nuk është si mund ta thuash, domethënë, në çfarë ndjesë është ti thua se s'kishe vend për të parin. Për ka diun, gabim, po s'kishe vend për të parin. Se kur s'kishe vend, mos ketë për të pesën, për të gjashtin, për shkak të për të parin. Po për të parin, nuk ka vend për të parin. Kjo është absurde. Nuk besoj se ka logjik që ta pranoj këtë gjë. Edhe po të bëhen bashkë të gjithë këta pa Agron Shejan, siç i ka dhënë sinjalet, pa Arlin Qorin, pa Ngelet Alibejin, nuk e di, edhe pa Lulzim Bashën aq përfaqësim sa ka zoti Alibej dhe zoti Basha tek e djatha, e rrëzojnë të gjitha që mund të bëhen bashkë Ramën në shesh, po të bëhen bashkë për shembull. Shiko, se matja e forcave aty në shesh duket se po kthehet. Jo, ka një ndryshim shumë të fortë. Notën midis sheshit edhe revoltës. Në revolta nuk ka datë. Në revolta nuk ka orë. Revolta nuk caktohet nga Berisha me datë 10 do revoltohemi me qeveri. Ka protest. Protesta është për të rregulluar jetën e opozitës, jetën e brendshme. Pra për të treguar që Berisha e ka atë dhe vendos ai, s'është një çudi e madhe. Ne e dim këtë gjë. Sado që të zvoglohet Berisha, prapë ai e ka skeptrin e së djathtës, domethënë ose të partive opozitare sot. Unë mendoj që kjo nuk e bën fitues. E bën fitues brenda opozitës, por nuk e bën fitues me zgjedhjet. Prandaj duhet ndar e gjitha kjo filozofi që ora do fitosh e ke qëllimin të fitosh brenda opozitës. Këtë e ke garantuar. Apo të fitosh për Ramën. Për të fituar me kundërshtarin, duhet të shosh pushtet. Duhet të shosh nga vetja jote. Qoftë edhe duke propozuar një emër tjetër që do garoj për kryeminist. Edhe që ky vit është një vit zgjedhor, i mbaron mandati Berishës dhe të gjithë drejtuesve brenda Partisë Demokratike. Ata shohësh gjithë protestat lidhen me rizgjedhjen me 11 prill. Me mbyll shtegun që hapi Saljani, me hap një shteg tjetër që të rikthehet në këtë pikë. E ka garën, më mirë mos ta bëj, domethënë ka të fituar, nuk. Patjetër që kur e ka thënë që unë do të jem kandidat sërish, por le të garoj kush të doj përballë meje. Aty se kush do të jetë njëri nga këta që do garoj përballë zotit Berisha, unë nuk e di kush do jetë. Se duket paradoks politik, si thua ti, edhe domethënë duket sikur kanë të drejtë to që thonë që shiko, dilo përpara, mund garo munde. Po, logjika është po, kur është ke një kështu, por ne bëjmë fjalë që zotëria që zgjidhet, në momentin që shkon një palë zgjedhje dhe i humb dhe ose dy, hap rrugën, se nuk kanë idon, se mund të mundi kundërshtarët në partive. Por nuk mund të kundërshtarin politik. Pra zvoglon partinë dhe kjo ka ndodhur, apo jo? Ne kemi fjalën këtu që pyetja që bëhet nuk është ai fiton ti zgjedhjet brenda Partisë Demokratike, or zotëri ai fiton ti zgjedhjet bashkë përballë Edi Ramës. Si fiton ti zgjedhjet përballë Edi Ramës? E dim. Ai mund të ketë aftësinë të përdor patronazhin, përdor financat e shtetit, përdor grupe, thuaj të gjitha.